Jem qytetin e Shtimës, Qelsat në dorë, kemi arë me dhuru shtëpin ere Hyre Bungu. Më kujtohet vizita jonë e parë me plot emocione, këto e në pamjet e vizitës sonë të parë. Është i kua gacë të këmë pritë. Që është po kalani? Hajni mirë. Sa histori të dhimbshme kemi dëgjuar, por për të kaluar vetë në rrugën e dhimbjes, është plagë mjaft e rëndë. 5 antar, 150 euro social, një shtëpi dhe të pa shpresë për të jetuar. E kjo është familja Bungu. Të jesh në varfëri e po ashtu t'i shohësh fëmijët me lot në sy, dhe e vetmi ndim që mund t'ju japësh është një fjalë të ëmbël që të dëgjojnë. Kjo nën e kësaj familje me vite ka vetëm një lutje, që t'i sheh fëmijët e saj brenda një shtëpie që është e tyre. Ku marrë telefonin, ku më shkru disa herë, unë më të shkru, pa apet zemra së mleki së thesha, po ndja shumë kesë. Por shka më shkru? Më të shkru më thonë se jam shumë ngosht. Jam shumë ngosht për shtëpi. Jam tepër. Edhe që kënë tu me vjerrije me sene, po edhe ati jena shumë ngosht. 3 familje jena me një shtëpi. Tani mu vjerim ka qitë që tu shka, ko që shumë ngosht. E kuna është jo? E vjerrit. Që tu tash po jetoj. Dimni tu merë vjerri, së nja hupi, o merë vjerri, me një dhomë që atë, më thëtë re, deri sa ndriqet modi, ku ndriqet modi, apet del këto, se nuk kanë edhe ata dhenë. Në që 13 vjetë ju martu, po qështu jina të e shaku hernitit, Fallahin me social, 150 euro marë social. Me që tu po jetoj, me që tu pak po më një muj, pak e kam edhe motra më një mërë, vlazni, prinsi kam, vlazni jam një muj, mbin harq. Veç sociale shumë kanë ndimu, më kanë prumë ndima t'juve, shumë faleminderit, shumë mirë njës, më kanë prumë ndima në komun ju. Nuk jem kanë korë me që në komun, që më kanë me vetë korë. Dhe sa ma me vetë që të thash, tu me bëndus, bashka pavat. Betu me jetu, betu me ratu që atë mizonë ta një jetën e gatë, me punonët së një marrë mi bëshpi. Së një marrë. Unë e menti që po jetaj, jo që mi marrë u shpi. Apo në nesën? Jo. As burri? Jo. Nga me socialina, burri është pak i smut, tu anku qështu. Pse i smut që ka? Pa dajtë, të doktor Fatmini jam t'ja po do kontrola. Më ka thonë që nuk është mirë të hapa, ja ka qitë do stane, qështu po jetujna, qështu po mujna. Në nësë përse nuk po du, veç për një shpija më është. A pe për ma unë me pikër, kush nuk po hekër. A di se bënim, a di kosh po mjerë, di kosh, a ma valaj për shpijem shumë sa. Ka u shkrej sa ti qka shumë. Se ku me nuk korë. Po tash, puna zotit, a petë, është me thonë, nuk bëmi u shprej sa, po, unë i kom pas hupë. I kom hupë, se të isha s'kam ku jetoj, s'kam. Se një thamë kërkuj ma më shpisët, është të cili në zërët vetin. Në vlas një asën bime marë, unë për vetis të moj. Nuk moj. Unë veç për një shpija më është, për kur gjatë tjetër. Veç që ta të mitir hataj, ta dibinem që e kanë shpijin e vetë, dhomën e vetë. Në më thujnë pse ma më po shkujna kështu, pse ma më kështu. Po për thamë, hajtë se bëhat mirë njerë, hajtë se po shkujna, vina apet kënejna. Që ka që 3 vjetë jam që shtutuar. Dimni ta dje verës këto. Se mu më pik në altë shumë. Pi rrymës të mdelë që të të mdeluj. Këtë bjereshja ma dhe mu edhe kodra më ka shemë. Kretë dheve më ka pasi këto. Komunë arma ka në reqë, ma ka ikë ata dheve në senet, e më shku komunë. Me drumë, me kretë shakena pas kretë mi ka mlu dheve që më ka rësu kodra. Nuk e di, a i ka para 3 vite më do këta, 2 vite që nuk e di sakt. Dere atje në qërsh ka pasar dhoqi. Sa lumturi e madhe është kur e dëgjon fjalën ne kemi ardhur për ta nisur shtëpinë. Dhe këtë fjali, pas shumë viteve e dëgjuan edhe familja Bungu. Ne këna arë me ta një shpinë. Seriozë? Po bashkë me shpi të re.
shumë faleminderit. Nuk kam e trauma moja në ikne. Kime pas shpinë tonë. Me krejtë senet e reja më rënëm të. Përhaj. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Allah ju shpërblet, Allah ju rujt, inshallah ku jeni. Inshallah djalin ty ta runë zoti, që shumë ma mirë. Amin tonë dhe shumë. Bashkë me kryetarin, ja bom përhaj edhe kësaj familje shpinë e rej mes këtyne emocioneve, lutëm i Zotin për ju Zotin kur mësë hunë, apo vazhdojmë të familja radhës. Hyre, unë sot jam marrë me t'i dhonë qelësat e shtëpisë. Kjo shtëpi është bonë nga memorandumi me komunën e shtimës. Ne e kemë kryetarin. Kryetar kam derë me t'i dhonë qelësat ty e ti i adhuron familjes. Po bashkarisht me u dhurojmë zonjës. Një falenderoj përgjithësisht. Po që shëndet. Shumë faleminderit për juve, faleminderit për te kryetar, se mendimet tonë, mendimin e këtyne ku marrë dhe ishte. Faleminderit shumë prej jetimave të Ballkanit, prej hoqës Derumë dhe të gjithë. Në shtëpinë e re, në konakun e ri të hyrës. Hyrë, që shpëndesh sot? Shumë mirë, që jam tepër e lumtur, faleminderit për juve, për donatorëve ku shumë kanë ndihmu, faleminderit për kryetarit komunës, sidomos faleminderit edhe shumë i përkushtoj socialit, se sociali ka shku të komunja, i ka tregu, ju falenderoj për Ta ka marrë menja që ka mu bo shpija që shtu? Nuk ma ka marrë menja, po shprej sa po deska e fundit, s'ko menu, po shumë mirë tash jam. E në gëzu fëmija? Jo në gëzu fëmija, e kanë shdomen e vetë, ku flenë, ku bojnë detyra, ku arktohen. Normal, ajo është një gëzim shumë i madhë për ta. Ju falenderoj shumë për juve. Kryetar, nga vizita e parë tash në shtëpinë e re, në ndryshim i madh. Po, është e vërtet i kam kujtimet e freskëta, zonja e patprit me shumë emocion, me shumë gëzim, lajmin që ja kumtuam bashkarisht në një shtëpi, që veç shtëpisë quhej, kështu që sinqerisht unë po ndihem mirë që jam pjesë e këtij bashkëpunimi. Unë të falenderoj personalisht juve, hoqën Derumë dhe jetimet e Ballkanit dhe gjithë donatorët dhe humanistët e kombit tonë, gjithanej hapësirave shqiptare dhe mërgatës që juve ja mundsojnë këto donacione me orientu në këto raste që janë komplet njerëzore dhe humane. Kështu që veç e gëzofshi zonjë bashkë me fëmijët. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve. E gëzofshi. Faleminderit shumë. Koftë inshallah të mira të vinë njëna më tjetër. Shumë faleminderit për juve. Shtëpia parë u dhuru në shtime, pas memorandumit të bashkëpunimit me kryetarin, janë 10 të tilla e para u kry për vazhdim të familjar radhë, Zotë këtë mësë.